Kërkesën e opozitës për të rreqje nga posti i kryeministrit për shkak të disa ish pjesëtarëve të qeverisë në Burg, kryesocialisti Edi Rama ka refuzuar prerë gjatë një komunikimi live mëngjesin e kësaj të martë. Atë që nuk e realizojnë dot në fushën e ballafaqimit elektoral me popullin, duan ta realizojnë, mendojnë se mund ta realizojnë nga një anë duke nxitur spakun dhe duke shpresuar që spaku do shkri Partinë Socialiste dhe nga ana tjetër duke bërë këtë presionin qesharak që ja si mund votohen këta, si mund votohet ky, këta kanë gjysmën e qeverisë në Burg, këta kanë gjysmën e partisë në Burg. Rama ndali edhe te pretendimi i Rem se ishte anulluar takimi me djalin e Trump në Serbi. E pat çfarë ndodhi? U katandis puna që edhe familja e presidentit të Shtetit Bashkuar të përgjigjëstroi Kanetën. E kuptoni ju se në çfarë lloj marrëzie ju ka futur bufi 80 kusur vjeçar që flet për qartë, edhe që e ka ndarë mendjen që do të bëjë çorap më parë Shqipërinë. Gjatë komunikimit me komentuesit online në rubrikën Sy më sy, kryeministri Lisë Roz zbuloi pse PS mbështetet nga masa. Ma besoni që një nga arsyet pse Partia Socialiste do të fitojë më shumë vota dhe do të marrë më shumë mbështetje është pikërisht edhe kjo, për të cilën Kaneta dhe moçalet rreth saj mendojnë, po ti pse listi zogu tuti ashtu. Kaneta dhe moçalet mendojnë se në fakt nuk duhet të marrë vota, sepse kaq e kuptojnë popullin shqiptar. Rama nuk la jashtë vëmendjes kontratën $6 milion të Partisë Demokratike me kompani lobuese amerikane, duke ngritur sërish pikpyetje mbi burimin e të ardhurave që u përdorën për financim.